Një ndërthurje unike muzikës tradicionale shqiptare me xhazin dhe improvizimin bashkëkohor erdhi në skenën e Teatrit Migjeni përmes projektit muzikor Jalboz. Ky udhëtim i rrallë artistik në kuadër të javës europiane u kurua nga artistja kosovare Rona Nishliu dhe pianisti Gent Rushi. Ritmi muzikor që lidh të kaluarën me të tashmen sjell një frymë të re në skenën shqiptare. Muzika për mua nuk ka qenë asnjëherë një profesion primar, prandaj kam dashur që përmes muzikës të jem 100% unë dhe kam dashur të jem e vërtet plotësisht për publikun, prandaj unë jam ndjek kështu për gjithë këto kohë dhe prandaj këtë kam ofruar për audiencën. Nuk do të thotë se nuk më pëlqen, nuk do të thotë se nuk e vlerësoj komercializmin, nuk do të thotë që nuk do ta bëj ndoshta në një moment tjetër, po thjesht në këtë periudhë jam ndjek kështu dhe mendoj që si koincidencë ndoshta kjo dhe ka munguar në tregun tonë. Me një karrierë që ndërthur suksesin personal me përkushtimin ndaj kulturës kombëtare, artistja Rona Nishliu mbetet një zë i veçantë që flet mes notave të muzikës dhe emocionit të publikut. Pas Shkodrës, rrugëtimi do të vijojë në Korçë dhe në Tiranë, falë mbështetjes së delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri.